shpejt. Korupcioni nivelit lartë, krimi organizuar, pastrimi i parave, kriptovalutat, komunikimet e kriptuara, kërkojnë një përgjigje institucionale më të specializuar, më teknike dhe më të qëndrueshme. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk mund të kufizohet vetëm te ndjekja e autorëve individual. Ajo duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që burojnë nga veprimtaria kriminale. Për këtë arsye, timi financiar dhe i pasuror do të vijojnë të jetë pjesë thelbësore të punës sonë. Po ashtu, SPAK do të vijojë të forcojë qasjen proaktive në hetim. Krimi organizuar nuk pret të referohet, ai duhet identifikuar, analizuar dhe goditur përmes inteligjencës kriminale, analizës financiare, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përdorimit të mjeteve moderne hetimore. Kjo kërkon prokuror të specializuar, hetues të përgatitur, analist financiar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin dhe analizimin e informacionit. Përmirësimi institucional nuk është vetëm çështje vullneti, vullneti është i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm. Hetimet moderne kërkojnë burime njerëzore të mjaftueshme, teknologji, infrastrukturë të sigurt, trajnime, akses në databaza, kapacitete analitike e mbështetje buxhetore të përshtatshme. Për këtë arsye, krahas angazhimit të brendshëm të SPAK-ut për të përmirësuar këto nivele, është e rëndësishme që sfidat e reja të shoqërohen edhe me mbështetje konkrete buxhetore dhe institucionale. Kjo mbështetje nuk duhet parë si një privilegj institucional, por si investim në aftësitë e institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe pastrimin